Ky institucion, atë që ka votu Berisha, që ka ngajt kartonin 140 vota. Prandaj thotë që nuk e njeh se. Dakor? Është miratimi i përbashkët. Unë e di sa miratimi i përbashkët. Po nuk di gjoti, po dëgjoj pra dhe herë tash. Ky institucion ka ndryshuar, mundohet ta formulosh fjalën ashtu siç duhet. Jo se nuk di gjë. Po nuk e di pra, po le t'jesh më burr. Qofsh me jedi, qofsh nonës ta dhe hajsa je. La thuaj, pra se Spaku pas ka bërë punën siç duhet. Edhe jarë. Një nga kritikët. Ja futim pi orës kret. Pa le se s'di gjo pra po them edhe jarë. Po le nuk di gjo po them edhe jarë. I pari njeri dhe i vetmi njeri që ka luftu dhe ka qenë kundër Spaku kam qenë unë. Jo Spaku, po kundër drejtësisë. Në gjithë seminaret që janë bërë për kaq vjetë. Me që e dashke, por praneve të them nuk dini gjë. I pari njeri që ka kërku reformë drejtësi në artikull gazete dhe në publik, në 2007-2013 së mësohe, jam unë. Njeriu që mori nofkën kundër Spaku, kundër kësaj reformën drejtësi, po prap jam unë. Dhe prap them, pas ardhjes Trump, pas rikthimit të FBI-s në Spaku ka ndryshuar qasjen. Nuk është më ai që ka qenë. Dhe këtë duhet ta pranoj. Se mori shokun në ngushtë edhe e vuri në vend vet? Kush e mori shokun në ngushtë më burr? Ai që ishte. Çfarë flisin kështu? Mori shokun në ngushtë, mori nga rruga? Po aty ishte. Ishte aty. Po kush i emroi këta aty që ishte? Shokun me shokun pra. Kush i emroi? Kush i emroi? Kush i emroi? Rama. Jo Rama, jo gjithë bashkë. Jo, gjithë bashkë, pra ne them s'dini gjë. Unë kam qenë ndërkohë që kam reaguar, kam qenë kundra asaj. Çat reagosh ti ku ke reagu? Ku kam reaguar aty ku kam mundësi unë? Ku kam mundësi unë? Po ku pra ku ke rruga, ke lagja? Po pse ti shkove në Amerikë reagove? Po s'kam punë me vajt në Amerikë, se unë jam pjesëtari i atij sistemi. Unë reagoj në sistem drejtësisë, zotri. Cili sistem? Sistem drejtësisë, pra. Cili? Në sistem drejtësisë, ky që është. Ai që është i zhitur në llumë? Po pra ai që i zhitur në llumë që e votu në 140 vota. Po e votu në ta, s'kam votu në unë. Ore, po kush e ti që do ta votosh? Pra në kuadër të mbështetjes. Po qa flisin kështu më dhe mos lini një gjoni nga i lavët dhe që ka rruga dhe dini boni. Okej. Mirë. Jam unë që të them që nuk ta duhet ta bëjnë në mënyrë selektive, jam unë që të përmend edhe me emër që Balluku duhet i kishte bloku pronë, edhe këti duhet i kishte bëjë. Këto janë kritika që i bëj. Dhe ja them. Nuk kam nevojë unë. Them që rruga arbër, rruga këti. Se kur kam dalë këtu, në këtë studio kam qenë edhe kam thënë, tuneli Llogaras nuk duhet kaloj as i makinë sepse nuk ka kolaudim. Rrjedh tuneli sot. Dakor? Do të thonë Spaku pas ka bërë punë? Jo, ka bo. Jo më s'ka bërë. Jo më boni se e ka të pandeu. Ku janë lekët, më? Lekët. Lekët të vjetëra ku janë? O zotri, lekët nuk i majnë gjep. Ku i mbajnë? Po pra nuk i majnë gjep. Lekët janë pasuri, lekët janë për banka, janë bloku llogarit bankare, po si dini pra për ne po them, vetëm flisnin, hajde flasim, për ç'a? E shaj unë nga mjesi deri në darkë. Për ç'a? Po deshe me bë analizë pastaj, që të shohësh si situatën se si është, edhe e bardha dhe e zeza. Jo të gjitha shkojnë bardhë, jo të gjitha shkojnë zi. Prandaj, s'kam çati vetë bardhë se s'ka. Po sepse nuk e shef pra ne po them. Jo më e shoh se po nuk e shef pra, nuk e shef, po them edhe herë nuk e shef. Nuk e shef që sa sistemi jemi. Se duhet të shohësh që çfarë sistemi je. Tashi, jo të gjithë vetëm shani. Zgjidhni si e pasioni. Vini edhe flisni. Dakor, merr shajt. Në mos ka thirr dikush më për të dhënë zgjidhje. Po atëherë kur nuk ka dhënë dikush dhe nuk ke mundësi për dhënë zgjidhje, atëherë do të thotë nuk ke mundësi edhe të reagosh. Jo, ka mundësi të reagoj dhe ka mundësi të kundër tyne. Pse s'del? Kush nuk ka dalë shesh? Unë them s'del. Unë nuk kam dalë shesh, jam rrit shesheve më. Po si rrit shesheve më na tregoni tash që keni rrit, më na villën në shperet. A mund të lutem, që keni rrit shesheve? Po leja por tash se Knetu jam 43 vjeç, 35 vjet ka këtu, ti që ke rritë shesh. Pa leja, por të shesh, mos folni të shesh. Jo, në të faktura. Pa leja, pra faktimin më nëjë tregoni. Nuk është shesh që të... O, zotri, kur ke dalë në shesh? Ke dalë për vetën tate? Apo i ke gjumu në partisë ka mrapa? Dhe ate e gjuhë sheshti? Për si quhet? Shesh është kur dalësh për vetën tate. Kush është shqiptarë që ka dalë për vetën e vetë? Unë. Asnjë.
Asnjëherë? Jo. Si e do me filmim apo do jo, me me kështu? Merkoç, jo. Kam net kaq javë para kryeministrisë tek pull për minimum jetik, për kaos. Dhe asnjëri nga ju s'ka reagu. Pas ke reagu për shpallë. Pse s'reagove me ardh aty? Aty kam qenë. Jo, s'ka ardh. Aty kam qenë, Absolutisht nuk Merkoç. ka ardh. Kur kam dalur nuk e ardhi. Po kam qenë, o Po Merkoç. s'ke qenë po them. Okej, mund të japni filmimin të Hadi, doni. unë jam vetëm tek pull pasi qenë ti. Fakt Merkoç ka protestuar i vetëm, nuk e dini se do është bashkuar më vonë. Po jo, mas, asnjëherë. Vetëm në shesh. Ka që vetëm atje. Unë kam protestuar me çdo kënd që ka dalë në shesh Po. dhe asnjë nuk ka qenë me mua në gjithë këta vite që bëj betejën me këta plerat e pushtetit. Po kanë kurajo, kanë dhe fytyrë për të ardhur për të më thonë mua se unë nuk rri shesheve, ama asnjë nuk ka qenë me mua. Jo, rri, shesheve rriti. Absolutisht asnjë s'ka qenë me mua. Aty rritin shesh A rri kupton? më. Merkoç veç mbahet mend kur i vun shkallët me hip në katë ditë të Partisë Demokratike. Të lutem shumë Merkoç. Atë ma mendi. Të lutem. Atë ma mendi. Atë mbaj mendur. Po s'di gjë tjetër, di ke partia di vetëm. Ju e dini vetëm ke partia. Rrini ke partia vëlla. Di kaq shumë sa. Aq. Rrini ke partia, s'di asgjë, po ta them edhe herë. Okej, nëse nuk di për ty nuk është fare problem. Absolutisht. Am kupton? Që unë i njoh vlerat e mia shumë mirë, kjo Po njihi vlerat, është shumë mirë që një vlerat e vetes, kjo është e rëndësishme. I njoh shumë mirë dhe Po, kam pra, besim kjo është e plot se rëndësishme. Kam bërë më shumë se sa shumë shqiptarë. O, ke bo. Nuk ka nevojë me bollofologji në çdo studio televizive për vazhdo. Do jeshte për protesta. të dhënë vlerat vetes ku që si ke. Do të jeshte protesta e radhës së Berishës. Je shumë i vogël me fol këtë gjumë djalë. Është vërteta kjo. Për këtë vërtet luftoj gjithë vite. Qa vërtet e luftoj. Ja, që ti bëj pyetje për të kaluar pak edhe këtë situatë. Në protestën radhës të njoftuar nga Partia Demokratike dhe jesh prezent? Patjetër që do jep. Presim pjesëmarrje më të lartë? Po. Po pres. Pse janë më të motivuar qytetarët këtë herë? Po patjetër. Po më të motivuar. Sepse u ka humbur absolutisht çdo shpresë këtë vet. Ja të ta them